Realisht pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, tash këto mendoj që kritika ndaj lëvizjeve të vendosje është e padrejtë, për shkak sepse lëvizja vetëvendosje gjithashtu do të kritikoj po të mos e votonte, sepse do t'i thonin që ka tendencë autoritare, nuk po respekton vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra është një pozicion që o e bëre ose bëre ke me u kritiku. Edhe prandaj në këtë mendoj që lëvizja vetëvendosje fakt ka gabu herën e parë që se ka votu. Ta zëm pas nën shkurtit, sepse tash është totalisht e paarsyeshme të kritikohet për shkak se duhet të respektohen aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Jo veç rasti i nënkryetarit listës serbe. Këtë çka do të duajmë base të bënte ose të kushtozonte lëvizja vetëvendosje, mendoj që do të ishte shumë e rëndësishëm emri i nënkryetarit, për shkak se Slavko Simić ka akt akuz për madje për sulme ndaj gazetarëve, domethënë si pjesëmarrës edhe si person shumë i afërt i Milan Radojčićit. Pse do të votuaj dikush nga lista serbe nuk do të përbënte asnjë problem, por do të mund ta kundërshtonte paktën emrin, sepse besoj që mesin e 9 deputetëve të listës serbe ka mund të jetë ndonjë emër paksa më i pranueshëm edhe që u vendos të votoheshin në pak kohë. Po gjithsesi do të mund pikërisht në momentin kur kryesia e kuvendit e ka vendosur të votohet në pak, të vendosej kushti i emrit të nënkryetarit nga lista serbe. Kjo është, mendoj, problemi, jo vota pro listës serbe, sepse këtë vit ka qenë loj nga lëvizja vetëvendosje edhe nga partitë opozitare. Është e dhëmshme se si Kosova i ka humbur një vit për të njëjtat arsye. Opozita thoshte që Albin Kurti kurrë do të jetë kryeministër. Albin Kurti sot është nuksen e kryeministrit. Opozita thoshte që Albulina Haxhiu nuk do të jetë kurrë kryetare e kuvendit. Albulina Haxhiu sot është nënkryetare e kuvendit. Gjithashtu vetëvendosja thoshte që do t'i pres duart, nuk do ta votojmë listën serbe. Sot është nënkryetari i kuvendit nga lista serbe. Prandaj është tragjike i farforme që ka ndodhur me këtë popull edhe me këtë humbje një vjeçare për Kosovën, që tash po ngutën shpejt me mundu me nxon disa afate të cilat kalojnë, siç është rasti i marrëveshjeve ndërkombëtare, si do të jetë ashtu rasti për çështjen e presidentit e për tjera, duke pas parasysh pra Kosova çfarë humbje shkapsua në shumë sektor gjatë këtij një vjeçare me mungesë buxheti, komunat janë debakël total, ka komuna që janë terr për shkak se s'kan me i pagu ndryshimin publik si pasojë e mos alokimit të mjeteve që rrjedhin nga mos miratimi i buxhetit e të tjera. Mirë fit. Votimin? Po ka shumë pajtuar edhe në këtë është le të themi kështu një kundërthënie e madhe që ka ndodhur pra për një periudhë të shkurtër prej shkurtit vitit kaluar deri më tani. Pra erdhëm në situatën e njëjtë siç e përmendi Naimi ku u votuan të gjithë ata që atëherë u kundërshtuan. Por po besoj që pavarësisht aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që e qartësoi edhe më shumë rrugën sa i përket të zgjedhjes së nënkryetarit nga komunitetet jo shumicë, megjithatë nëse e bën të gjitha luftë kundër një komuniteti ose kundër një le të themi një deputet të caktuar për shkak se shpesh është përmendur Simiçi nga eksponentë e partisë në pushtet, por edhe të tjerë sa i përket aktivitetit të tij dhe siç e përmendi Naimi fundi ndaj tij ka një akt akuz e cila rëndon mbi të për shkak të sulmeve që kanë ndodhur ndaj gazetarëve kohën kur i kishim tensionet në verën e populluar kryesisht me serb dhe çfarë ka mundur të bëjnë ose të kërkojnë partitë shqiptare, shumicë shqiptare, janë 9 deputet të listës serbe, janë 8 deputet tjerë përtej Simiçit dhe do të mund ta kërkonin një emër tjetër për shkak se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese e lejon këtë. Edhe pse ndoshta të mos futeshin fare në pako, për shkak se ka numër kryetari zgjedhur në mënyrë të veçantë, pastaj në kryetarët e partive shqiptare. Pastaj shumë e vështirë të ngritë dora vetëm për listën serbe. Këtu është krejt për ta kamufluar në formë le të themi këtë gjithë ato që janë thënë sa i përket listës serbe dhe sa i përket Slavko Simićit, por megjithatë mendoj se është dashur që të kërkohet një kandidat tjetër, të paktën për shkak të gjithë atyre që janë thënë, edhe ne kemi pasur deri në momentet e fundit lëvizja vetëvendosje, por edhe partitë e tjera kohët e fundit qoftë në kuvendin e Kosovës, kaluan qoftë në Komisionin Qendror Zgjedhor që ishte temë të kohët e fundit, vazhdimisht kanë votuar kundër themi certifikimit të rezultateve të listës serbe. Opozita ju bashkua dhe karavanit të lëvizjeve vetëvendosje edhe në Komisionin Qendror Zgjedhor në forme kaluar në taborën e Kurtit dhe faktikisht kaluar prej shkurtit të vitit kaluar për të ardhur në pikën ku jemi tani. Tash thënë kështu në mënyrë figurative në forme lëvizja vetëvendosje dhe Kurti i tërheqi zvarr të gjitha partitë për të ardhur në pikën kur u mbajtën zgjedhjet më 28 dhjetor, kur faktikisht i konvenuan më së shumti lëvizje vetëvendosje për shkak se nëse do të zgjidheshin, ta themi nëse do të votojë Albulina Haxhiu në Shkodër dhe dije se qeveria nuk i kishte numrat atëherë Kurti, nuk i kishte numrat për ta bërë qeverinë dhe nëse do të mbaheshin zgjedhjet në maj që është orë korrekt, ndoshta do ta kishim këtë rezultat që kishim fund vitin e kaluar. Por kjo
të fundja ka qenë strategjie partive opozitare, të cilat u munduan, pra ishte opozita që qysh në verifikimin, në verifikimin e korumit dhe mandate, votuan kundër mandateve të veta, vetëm për të dëshmuar që partia fituese, Lëvizja Vetëvendosje, nuk i ka numrat. Pra e dije për që Vetëvendosje si kështë numrat. Dhe dije poshtë prej gjykimet të kaluara se drejta për ta propozuar krye parlamentarin i takon vetëm Lëvizjes Vetëvendosje dhe do duhet që ta kalojnë atë në mënyrë që pastaj të konfirmojë ai dështim krejt ato që ndodhen për një vetë sa shumë lojra politike taktizime ka patur aty që nga mënyra e të votuarit komisionet, mandatët. Temë ka qenë vazhdimisht lista serbe Serbia, tradhtar patriot. Që nga regjistrimi i deputetëve ka nisur problemet. Lista serbe si miqi që ka i mirë. Do të që nga regjistrimi i deputetëve pas në shkurtit nisën problemet e nuk u ndalën deri në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Mirë, Artan vota për Simiqin. Po, unë nuk dua të hyj ndoshta në detajet e vitit kaluar, i kemi stër diskutuar në këtë studio disa herë. Andaj po them, po t'i rikujtojmë, ja Fita tani na rikujtoj diçka që pas kem harruar. Mendoj që nuk është që është harruar lista serbe, edhe mendoj që nuk është ndoshta edhe e vërtet që kemi problem me komunitetin serb, kemi problem me listën serbe dhe unë për vete nuk mund të barazoj listën serbe me komunitetin serb në Kosovë. U përmendën dyshime ndoshta për aktorë tjerë politik, mirë po më shumë të dyshime në këtë vend ka se si mbledh votat lista serbe në Kosovë, me çfarë metoda dhe çka bën shteti i Serbisë ndaj qytetarëve të Kosovës kur vije puna e votimit për listën serbe. Kështu që lista serbe është ajo që ka mbetë dje, që operon si një agent i huaj në këtë vend, që nuk e nje pavarësinë e këtij vendi dhe që punon kundër pavarësisë së këtij vendi. Dhe nuk mund të themi që i kanë harruar ato, pasi që kemi një vendim të gjykatës kushtetuese, i cili është obligativ për implementim. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, shumë njerëz kanë bërë thirrje dhe kanë thënë ndoshta që Lëvizja Vetëvendosje nuk do ta respektojë këtë vendim dhe nuk do ta votojnë, dhe tash kur e votoj, tash njëjtit njerëz thonë pse votoj. Do thotë lyp mos me shkel kushtetutën, në anën tjetër thotë shkele kushtetutën mos e voto. Do thotë këtu duhet ndoshta t'i ndajmë disa gjëra. Kemi të bëjmë me një fakt që ka ndodhur tash së voni, edhe ai është një vendim i gjykatës kushtetuese. Edhe ai duhet respektuar dhe më vjen mirë shumë që është respektuar. Tash ndoshta mundësia e zgjedhjes së opsioneve tjera në kuadrin e listës serbe ka qenë pak e komplikuar për shkakun e paketës. Tash ndoshta këta kanë mujt me kushzuar, ata kishin mujt me thonë jo, nuk dëshirojmë të propozojmë diçka tjetër, e shty procedura dhe na kishim humbur tani. Ndoshta edhe nuk kanë mundur sepse jo detyrimisht ka pas mundësi me zgjedh shumë. Nuk mund të kërkosh dikujt një emër tjetër kur këta vetë kanë insistuar për muaj e muaj për një emër të përvetshëm. Pra këmbgulën o Albulena Haxhiun o askën tjetër. Dhe tani a mund Vetëvendosja t'i thot dikujt tjetër, jo këtë po propozot dikë tjetër. Ka qenë diskutim pavarësisht po flas i thoshte që ne mund t'ja kurzdojnë emrin e nënkryetarit. Pasi që ju s'po votoni kandidatën për kryetare që është Albulena Haxhiu. Pra vazhdimisht të diskutuar këtë çështje në kryetare që do të mund ta kurzdojnë edhe parti tjera shqiptare po. Nëse veç votohen e pako. Prandaj u sfiduar gjykata kushtetuese çfaroj. Ka qenë praktikë parlamentare që janë votuar në pako, por mund të shkojnë në një farë forme praktika parlamentare, nëse përmendet ky nominimi i antarëve të kryesisë së nënkryetarëve në këtë rast të kuvendit ka qenë më shumë një farë forme e emërimit nga grupet parlamentare. Proforma ka qenë ai votimi. Do thotë votimi kryesor ka qenë për kryetar. Edhe ato janë pozita shumë administrative, nuk janë pozita vendimmarrëse. Unë nuk e di që ka pas ndoshta nevojë të komplikohet kaq shumë kjo procedurë. Mendoj që duhet të jemi shumë të kujdesshëm pa marrë parasysh sa vota i ka Lëvizja Vetëvendosje që në luftën tonë ndaj një agenti të huaj